Mendoj që ajo ka një i fije burrimi tepër se ai. Ajo e ka marrë për si për vetë. Monika më burrëri se Ilir Meta. Pa diskutim. Njeriu nuk bën çepaze gruan, edhe sikur të ketë bërë gruaja punë, nuk bën çepaze. Ka një raport dinjitoz midis tyre. Kështu që ajo shumë më dinjitoze se ai. Bashkë kanë bërë punën. Harrohet atij që ky nuk e dinte, se më çfarë marrë ky nuk e dinte tani. Se ky vetëm me dekoratat të morë të vitet e fundit, me çfarë është marrë? Mund të ndodhi që zonja Kryemadhi këtë film që po bën sepse ka lançuar që do të bëjë një film, mund të japi dhe mesazh edhe për Ilir Metën, se tashmë ajo duke xhiruar një film, duke ju përshtatur karrierës saj, Ilir Meta në anën tjetër qëndron pas hekurave dhe lufton për një betejë për liri dhe dinjitet siç thot ai. Po kjo punë. Është vërtet kjo që po të them. Kemi pas në lagje një kru problematike, e cila thoshte e shkuar morshu, e kështë edhe rëshonte pak fjallorin, ne e dinim që atë kaluar kishte, jam gru zonjë, tha me që ka pene gjithë lagje. Edhe jam me dignitet e një të vetën. Tani, unë po të kisha mundësi se një bashkëpunëtorit Metës ja kam bërë. As i shkojnë Burg, ju dhurova për vitëri një libër. Shkëlqimi dhe rënë e shokut Zylo dhe thash, herë tjetër, parë se të mendosh për ngritje, mendo për rënë, thash. Po pati tjetër herë. Kështu që mund ta fusin atë filmin e vetë, një diçka të tillë Monika. Ti shërbej Metës për refleksion, se na është betuar që do kthehet bëhet edhe një kryeminist pastaj 80 vjeç president. Me që ati i dalin këto ëndrat në herë, se në Shqipëri dalin ëndrat më të pamendueshme në herë, ta ketë parasysh kur të bëhet president prapë. Fakt, para se të kaloj te pyetja e radhës, do doja të falenderoja secilin prej teleshikuesve që na shkruan live Romeo dhe këtu po marr pak kohë. Na ka shkruar Geri Praga, na ka shkruar Mimi Mevlani, gjithashtu na ka shkruar Transe, Zoti Kara, respekte për kurajon tuaj, thot, dhe na shkruan dhe Albana Alimani, i cili thot Ermal urime për emisionin, Zoti Kara ju uroj forcë për luftën ndaj politikës kriminale. Do doja në fakt falenderoj secilin prej teleshikuesve dhe miqve që na ndjekin këtu në emisionin Sinjal në Antena Televizion, që komentojnë, japin mendimin e tyre, por edhe ne i ftojmë që të na sugjerojnë për tema që ata kanë dëshirë të flasin, ose qoftë të na shkruajnë edhe për një intervistë me ta për ta bërë këtë një antenë që të çon sinjal në çdo vend ku flitet shqip, në diasporë, por edhe në Shqipëri. Avokat, do doja të mirja një koment të shkurtër mbi zhvillime, duket se tashmë kreu i prokurimeve publike sipas DKK-s është detyruar të heqë dorë nga posti i tij publik, por gjithashtu është lënë në arrest shtëpia Mosgaboj për shkelje të barazisë në tendera. Është kjo një goditje e fortë në vazhën e punës që po bën Spaku? Do doja një koment nëse ju e shikoni të arsyeshme në ana e një analize. Se fakt 2.2 milion euro, po këtu është bërë nami dhe ne prisim pak më shumë nga Spaku. Unë, dakord. Tani kemi drejtën e qeshim. Rama tha nuk ka i 2 metra. Tani për këtë që pash aq vogël se sot e pash për parë, ky kualifikohet direkt ai të thënë. Megjithatë mendoj që Shqipëri duhet të kalojë sit çdo prokurim publik. Që nga shumë më mëdha, vazhdon që më të vogla, mos merremi me për ne shqiptarë që na ka ikur vafa e tërë themi ne, dhe të gjimojmë leshin në fund, shohim prokurimet e mëdha, koncesionet e mëdha, privatizimet e mëdha dhe investimet strategjike të mëdha. Ky do të jetë drejtimi kryesor, mendoj unë, edhe trafiku, kuptohet. Trafiku i lëndëve narkotike. Dhe mendoj japi mesazh të tjerëve që mendojnë të shkojnë, aspirojnë për të shkuar në këto pozicione pune për të vjedhur,
hynë në për halet të ndërmarrjeve dhe institucione ku janë 4-5 bashkë, siç është komisioni i prokurimit, e ndajnë parat atje. Aty u takon faktorin, ato vendet i takon të rinë. I shohin të gjithë se si ndryshojnë dhe kanë blerë dhe apartamente. Spaku nuk i shefta. Dhe këtu është përgjithësia e Spakut. Nuk janë friksuar, vazhdojnë i bie me top. Vazhdojnë i bie me top. E çmi të rëso mua tani, ai kishte dambllosur ashtu, për e pash, nga i merrte dhe gjuna për të, se për mbajnë arrest shtëpia ose jo. Unë jap vetes një merit që ka parandaluar një tjetërsim prone për shembull ose të ardhur Shqipërisë që mund të ishte 200 milionë euro. Dhe më ka ardhur keq që s'kam parandaluar i tjetër, por kam rënë në kontakt me atë çështje disa vite më pas, pasi ishte bërë fakti kryer. Ne nuk po parandalojmë. Dhe për këtë prokuroria duhet të gjejë shkelje me pasoja të rënda detyre kur boll e lutëm qeverin, kur auditet nuk funksionojnë. Ky është përdorim detyre shumë e rëndë. Bile është bashkëpunim. Çdo prokurim duhet shkojë nëpërmjet auditit brendshëm. Nuk veprohet kështu. Auditin kanë lënë një aty me të mekëri, aty se po t'japim rrogën e. Se t'japim rrogën nga xhepi këta. Pushtetarët tanë na e bërë padron tani, edhe padron parave publike, edhe të pushtetit, e ndjej pushtetin kështu. Dhe ka nga këta që kur ndrojnë nga një ministri shumë këtë tjetër, duhet të marrin edhe të zyrën me vete ku ishin. Dhe mundësisht të lënë aty që ajo ku ishin një tjetër. Të gjitha këto. To e bërë të shpifura. Këta mendojnë se oratoria tyre, retorika tyre i mbulon, se këta dinë ai sa shohin ata, se s'janë pozicionin tonë. Edhe kanë kohë që janë në pushtet, janë shkputur nga realiteti, kanë kohë që kanë servira pikërisht to prokurimsat, që ruajnë parat tonë, e po diçka që bën 1 lek, ka pas raste dhe 100 lek. E kanë rritur 1100. I kemi parë të çmimet çmendrore, që kjo stilizimi e tjera. Ke check-upi këto. Tani unë mendoj që kështu vazhdojnë çdo vend prokurimet, por mua ato janë të gjitha me flamur të kuq. Janë gjitha me flamur të kuq. Edhe ai qeni roje që kemi lënë atje. Po flas në kuptim figurativ. Auditi. Nëse ti e ke pse se ka audituar, ke bësh shkelje, e ka audituar dhe ke kualifikuar për të rregullt, je edhe bashkëpunëtor me 2 këmbët pasaj. Pra, shpërdorimi i detyrës është veprime ose mos veprime. Edhe mos auditimi është shkelje. Dhe që ti jenë sigurt, i them Spakut, merr përsipër. Dhe mos lejo që njerëz të cilët ngrenë zërin për drejtësi, ti pushojnë nga puna. Është shpërdorim shumë i madh i detyrës. Ajo duhet shkojë me vepër penale. Kush guxon nga këta gallara që i di veten pronar pushtetit të pushojnë nga puna, ta paguaj me çmimin më të rënd. Edhe ta paguaj se morën arrestuan fullanin dhe bëjnë madhe i dhën 5 milion lekë gati, sa i dhën. Se na ushqetësua fullani. Po shqiptarë që kanë vrarë veten nga depresioni? Nuk e përmend njëri ata policin atje te burgu Metës që vrau veten, për çfarë vrau veten? Prandaj ne duhet kemi një marrëdhënie, s'më intereson fare se kujt je ti atje te prokurimet kush ka vënë, kur kërkon atë firmën me dhunë, po se vure firmën, do të pushojmë nga puna, që aty ai person duhet, nuk e di çfarë lloj shtreset atmosferës duhet shkojë. Duhet fluturojë nga i vend pune. Shkon atje edhe ulin kokën njerëzit, ndonjëherë vënë firmën të detyruar. Dhe pjesa pasaj me rrogat 5-600.000 lekë apo 700.000 lekë sa i kanë këto që vën firmën aty, na bledh apartamente, apo 10 milion lekë, edhe 2 milion nuk dalin për blerë. Apartamente edhe luksoze. Edhe fshihen pas kredive super të mëdha. Edhe jo një nga apartamente, nga 2, blen në një tjetër nga Athina apo nga Italia. Se e bën rrugat punë pasaj. E makina luksoze, ato rrobat që i duken, se i shohin tjerët, i kanë pas atje. E din mirë si janë sjell para se shkojnë në prokurimet dhe si janë sjell më pas. Ja u shohin mirë dhe kur i marrin parat në përzgëqjet e Tiranës.
edhe për lokale edhe për tualete. Prandaj këtu Spaku nuk ka pas fuqi të arrijë, është marrë vetëm me denoncime, janë raste të rralla dhe nuk kemi parandalim dhe nuk shoh që kanë krijuar mentalitetin që ligji po zbatohet. Se kur ligji zbatohet, trimi më i madh